Kush mendoj se procesi zgjedhor në Shqipëri për herë të parë shkoi normalisht, me sa duket është nxituar. Edhe pse pas zgjedhjeve kryetari i dorëhequr i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se pranon verdiktin e popullit, siç dhe e ka thënë me zë figurë më datë 26 qershor 2013, pra 3 ditë pas zgjedhjeve, sot në çorditë të plota i bën një tjetër deklaratë ku thotë se atë rezultat nuk do e njohë. Por le të dëgjojmë një pjesë të deklaratës së mbajtur më 26 qershor nga Berisha, ku ai mbron komisionerët e tij, ndërsa sot i akuzon si hajdut. Sot jam para jush për një mesazh, por duhet të theksoj një mesazh pak të vonuar, për faktin e vetëm se kam dashur të respektoj punën me vetmohim të madh të komisionerëve tanë në numërimin e votave, proces i cili po shkon në kutitë e fundit. Që ajo atër e dhe që më thoni me këtë pyetje, më thoni që të vjedhin bashkërisht, midis atij që vjedh dhe atij që asiston, me i ligë është ai që asiston. Më pas dorëheqja pasi njeh rezultatin dhe i uron sukses kryeministrit të ri. Në këtë rast, duke pranuar rezultatet e zgjedhjeve, uroj kundërshtarit fituesit të zgjedhjeve mbarsinë detyrën e tij të lartë, dhe uroj që qytetarët shqiptarë të gëzojnë një jetë gjithnjë më të mirë. Kam vendosur të jap dorëheqjen nga të gjitha funksionet e mia në forumet e Partisë Demokratike. Të jem thjesht njeri prej jush, antar i Partisë Demokratike dhe deputet i saj. Ndërsa sot, pasi votoi për kreuneri të Partisë Demokratike, ai thotë se Partia Demokratike nuk do të njohë kurrë pushtet të dalë nga vota e vjedhur. Po të kundërtën e kësaj deklarate, ai e ka bërë më datë 23 qershor, ku ka pranuar se do të njohë çdo rezultat. Deklaroj këtu se Partia Demokratike është e vendosur të respektojë verdiktin e sovranit pa asnjë lloj hezitimi. Po me çfarë statusi nuk do të njohë zgjedhjet Berisha, i cili sot është antar i thjesht i Partisë Demokratike dhe asgjë më shumë. Pse këto deklarata Berisha i bën pikërisht sot, kur është hapur gara për zvendësuesin e tij? Kjo ka një përgjigje, dhe vërteta qëndron në zëllamahin që Berisha ka krijuar dhe po çon deri në fund. Ku a një report ka zbuluar se në fletën e votimit për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, fshehtësia votës nuk ekziston dhe vota e çdo antari është e identifikueshme. Siç e shikoni të rrethuar në pamje, çdo fletë votimi ka një numër serie, çka identifikon çdo votues, se si dhe për kë ka votuar. Ky proces bëhet akoma më grotesk, ku Berisha akuzon maxhorancën e dalë nga zgjedhjet e 23 qershorit për manipulim, ku në votimin e sotëm të Partisë Demokratike për kryetarin, manipulimet dhe fshehtësia votës janë të dallueshme si nata me ditën.